Si të fitosh konfidencë kur flet me femrat, kjo video është për ty një gujtë e thellë, praktike dhe transformuese për çdo djalë që ka pasur ndonjëherë ndrojtje, pasiguri apo frikë kur i afrohet një vajze. Pjesa 1. Të kuptosh rënjën e pasigurisë. A ke ndjerë ndonjëherë sikur fjalët të ngecin në fyt, sapo një vajzë të buzëqesh? Apo sikur gjunjët të dridhen kur ajo të afrohet? Nëse po, je shumë më normal se sa mendon, sepse të gjithë djemtë, të gjithë, pa përjashtim, janë ndjerë të pasigurt kur flasin me një vajzë që u pëlqen. Po ku qëndron problemi? Shumë djemë rriten me bindjen se femrat janë misterioze, të vështira për t'u kuptuar, të larta për t'u arritur. Këto ide krijojnë një hendek në kokën tënde, ti dhe ajo. Një mashkull i zakonshëm dhe një qenie perfekte. Por këtu nis gënjeshtra. Sepse e vërteta është kjo, ajo është një njeri, ashtu si ti, me frikë, me emocione, me gabime. Por kur ti e ngre në piedestal, ti e largon nga vetja. Dhe më pas frika të vret nga brenda. Pjesa 2. Çfarë është vërtet konfidenca? Konfidenca nuk është të jesh i bukur, nuk është të jesh i pasur. As të kesh një mijë ndjekës apo trupa muskuloz. Konfidenca është kjo, të hysh në një dhomë dhe të ndjesh sikur nuk të duhet të bindësh askënd që je mjaftueshëm. Të shohësh një vajzë në sy, pa ulur kokën, dhe ti flasësh pa maskë, pa llogari, pa frikë. Konfidenca është prania jote. Dhe kjo prani ndërtohet me 3 shtylla: 1. Qartësi me veten, e di kush je, çfarë vlen dhe çfarë kërkon. 2. Qëndrim fizik, qëndrim trupor i hapur, sy të qartë, zë i ngadaltë, frymëmarrje e qetë. 3. Veprim përkundër frikës. Nuk është se s'ke frikë, është se ti vepron edhe kur ndjen frikë. Pjesa 3. Strategjitë praktike për të ndërtuar konfidencën. 1. Fillo nga gjërat e vogla, mos prit momentin perfekt. Fillo sot, thuaj mirëmëngjes një të panjohure, bëj një koment të thjeshtë për motin tek shitësia. Mbaj kontakt me sy kur përshëndetesh me dikë, sa më shpesh ta bësh, aq më pak e frikshme bëhet. 2. Flit me qëllim, jo me nevojë. Kur i afrohesh një vajze, mos shko me mentalitetin, shpresoj të më pëlqej, shpresoj të mos më refuzoj. Shko me qëllimin, do e njoh. Do të shikoj nëse mua më përshtatet ajo. Ky ndryshim i vogël në mendësi të çliron nga presioni. 3. Bëhu zot i gjuhës së trupit, mos qëndro i përkulur. Mos luaj me duart. Qëndro i drejt, por jo arrogant. Shiko në sy kur flet, por mos e shpon me shikim. Mos e mbush bisedën me si të them, hërmëmë. Flit me pauza të natyrshme. Bëhu burr i heshtjes kur duhet. 4. Bëj pyetje me kuriozitet, jo për të impresionuar. Femrat nuk duan dikë që u flet gjithkohës për veten, ato duan dikë që dëgjon, kupton dhe interesohet sinqerisht. Disa pyetje që funksionojnë: çfarë të motivon më shumë çdo ditë? Si duket një ditë perfekte për ty? Çfarë gjëje të bën të buzëqeshësh menjëherë? 5. Prano refuzimin si burr dhe ec përpara. Ajo mund të thotë jo. Mund të mos të përgjigjet, mund të injorojë. Dhe është në të drejtën e saj, por ti nuk duhet të lëndohesh. Sepse refuzimi nuk të përcakton ty. Ai është thjesht një filtrues natyral për t'i çuar burrat e vërtet drejt atyre grave që i vlerësojnë. Pjesa 4. Riformuloje veten. Çdo ditë, ti nuk je thjesht një djalë që nuk di si t'i flas një femre, ti je një mashkull që po evoluon. Që po i sfidon kufit e vet, që po e ndalon së qeni djali i mirë që pret rastin dhe po bëhet burri që merr përgjegjësi për veten dhe emocionet e tij. Çdo ditë që e sfidon veten, ndërton një version më të fuqishëm të vetes, dhe çdo vajzë që të sheh, ndjen ndryshimin, sepse burrat me konfidencë nuk duken, ata ndihen. Përmbyllje, mos harro kush je. Ti nuk je më ai djalë që rrinte në cep, që rrinte në heshtje, që shite një vajzë dhe thoshte, s'mund ta kem kurrë. Ti tani thua, unë do flas. Do provoj. Nuk kam frikë nga joja. Kam frikë nga pendesa për ato që s'bëra kurrë.